na t'japi mami dhe këte. Largojni un attimo, per favore. Papà! Këto nuset. I kemi e darë. Për një 2-3 muaj këto do ngjoni, mbarova stërvitën me Angelën, mbarova me Angelën, derisa të mbaroj. Do t'rregoj jetën time, këto po ndodhin jetën time. Se mos lodhet në njëra që thot ngele një vas. Tani bëjmë teenager për të ngrënë. Largojni un attimo, per favore. Fort, ama. Fry fort. Ama mi così. Fry prap. Bravo, prap. Hai visto? Bravo. Papi. Ik tapi mami. O kit! Ço bën këtë ti fillë? Lois. Lozë ti. Ço lozë ti? Edhe ja njerëz janë fëmijë të rrinë me mami 24 orë 24 dhe sa vin babi, arrohet mami. Unë them të kim shpi. Të kim shpi. Babi. Home sweet home. E ku të vetë, për të mësojnë mami. Hajde. Hajde. Për do të mësojnë mami. Così. Shikon. Hi guys. Hi guys. Ai le do mbledhin limonat me mamin. Le mbledhin tutti. Sa t'jellin dada? Nada. Guarda. Ja se solli dada e zemër. Questi calzini li stanno Arli? Che sono piccolini? Secondo me non li stanno. Vabbè, dillo se di più. Aspetta. Tutti? Dove c'è... Ho visto questi calzini sopra delle maglie piccole. Piano, lere piano. Se quella Amarilis non cominciare. A me stis die, così. Ah, so Così. quella. Guarda, così. Do mbledhim limonat o njerëz, se limonat tani fillojnë bëjnë kokra. Do i mbledhim Arli. Mua. Vieni Arli. Vieni, no, non lo fare, sbagliato. Vieni qua. Che prendiamo i limoni. Stanno facendo i compiti. Limoni. I limoni, ti piacciono i limoni? Li togliamo perché fra un po' fanno i fiori. Vero Arli? Ne volete 2 o 3? Sono dolci. Ce ne ho ancora perché anche a lavoro ne ho avuti
Abbiamo tirato giù, l'avevo preso su una cassetta, ce n'è ancora di sotto. Bene. Bene. Ma prego. Lì ce n'è uno di là e non so se riesco a prendere. Aspetta, Allora, Ami, No. fai anche te i compiti? No. Perché? Ecco, finiti, non c'è più, Arli. Raccolti tutti. Raccolti tutti. Ma non c'è. Non ci stanno più lì. Ci stanno più. Teniamo così. Vieni. Ami, non camminare scalza. Prendi l'altro limone, Arli. Dove? Ecco. Neve po gjejmë na këto lulet, sepse Arli ka shumë qejf që t'i fryn. Do t'i frysh ti? Sì. Sì. Fry. Oh, già bucul, pap. Già bucul. Il mio babbo mi conta sempre tutto quello che voglio io. Fly. Già bucul, măi nen. Lena, t'ja për mami dhe këta. Ti. Sì. Fry. Fort. Fort. Bravo, bravo. Ku do veshura? O file. Papa. Këto nuset. Bëjmë qik ca pastrime në tualet. I kemi hedhur gjërat për t'u larë dhe fillojmë pastrimet. Janë njerëz dhe tualeti Xiz e lava, sistemova edhe pasqyra që është një nga ato gjëra që jam arrit do zhyt me njëherë. Edhe ja. Tani do sistemoj sallonin, të kemi Amarilesin. Amarilesit është disi sistemuar përveç se atje se ka hipur ka lozur me kukën, por atje janë lodrat, hajt më çka. Guys, po keni ardhur tek gjithso, veni të koment zemër një roze pasaj blu, edhe me veni një like, subscribe edhe ndisni zilën. Kurse ndër këte, le të themi që kuzhina është Xiz se lava, kuzhinën e kam Xiz, bëra dhe fasule për darë, atje është muzika, shpesoj mos më bëjnë copy page, edhe këtu, tani zona e sallonit e shtëpisë, se po lozin fëmijët. Goca, si që shikoni, unë kam bërë disa nga punët e shtëpisë, le të themi të shumëtën. Arli edhe darkën e kam bërë grosh. Dhe tani si që shikoni jam bërë gati për stërvitjen me atrecaturat këtu, sepse sot Amarit do bënohet në punë, është e premte normalisht, edhe më tha fillo sa të di unë, pastaj shkoj unë fëmijët. Që kështu jam bërë gati me Angelon, let's go! Ja dhe unë bas ushtrimeve bëra një dush dhe tani do hajmë dark. Arli, që i the mamit ti? Që i the mamit? Zemër. Të kam? Që i the mamit? Që i the mamit? Zemër. Të kam zemër, unë të kam jetë, të kam shpirt, të kam frym. Dritë, o zoti ma. Kë rri dhe më thot mua të kam zemër, të kam jetë, mami të dua. A ka gjë më të bukur? Ja kjo bukur është këto, i laçi shpirti tim. Makinat, po shkon që një makinat. Kjo më thot mua, ma, të kam zemër. Ma, te dua. Dritë. E geloze? Luce. Fighe këta. Shë? Ecco la prima auto. Se që këdatës? Geloze? Luce. O geloze? Luce. Kush i ka këta këmatë? I ka qoni këta? O bukurit. Lape.
Jo që çorapet. Kemi dhe dadën këtu, që është rritë divani, një divan vete, shefja e shtëpisë. Sa jo shefja e shtëpisë. Babu ka ikur sapo ka ikur të flej nani. Është lodhur, ne ka dhe nesër po, motori. Edhe, po, kemi që të ndjerë nesër kam për të marrë një dy gjëra tjera për kremrat dhe do nisim porosi së bashku, nesër që fëse arri nesër ti marrë ato që më mungoj, do nisim një, do bëjmë gati një porosi dhe nga Helena e Marta do ja nisim. Edhe, po. Qa ka quni të Dora? Pistoleta, të rëgoj që i këtu. Shte e bukur që është që ka. Bello. Është bello. Loza me goca ti dje? Dje. Me qa loza ti? Goca. Me sa goca? Sa goca ishin atje? 2. 2 apo 3? 3. Kush të pëlqevi ti? Gjorqa. Gjorgja? Gjorqa. A mi pëlqevi Gjorgja? Jo Nina? Nina? No, Gjorqa. Gjorgja, sepse ajo të kështu t'ja kareca, thot sa i miri. Gjumane Gjorqa. Është Supermani qunje? No, Gjorqa. Goca është Supermane? Si. Pa të regoj që i mus jetë këto sa muskla ka Ali. Të regoj që i mus... Lada. Të vdes mamin ti. Po mamin qaj keti? Zemel. Po tjetër? Gjune. Tjetër qëm ke? Zemel. Zemër? Si. Zemel. O jetë! Ma bici. Sa le da thoset, që e di unë gjdo le da tim ka një gjëm brava. Do pici. Do pici ti. O mamë, po ti u rritë tani. Akoma do pici ti? Si. Qyqa. Ma lada, ma Sot njerëz, nuk e di sa ju kam filmuar, por mendoj shumë pak. Kam bërë shumë pastrime në shtëpi, kam pastruar kuzhinën totalisht, kam një lavastovile, një lavatrice, kam mbledhur rrobat që ndeva sot mëngjes, atje ndarë, sa mbaj mend. Edhe pastrova edhe banjën, sot banjën e kam pastruar me themeli, domethënë me kandegjina, me detersivi kështu. Edhe jam lodhur dhe thash, me që kam dhe stërvitjen sot e që është e premte, do bëj dhe stërvitjen, edhe pastaj të bëj dush. Dhe ashtu bëra, kam bërë dush, dhe nuk I thava vlogët me tharse, me thënë drejtën se nuk ma mbante, plus që do djersisja prap. Edhe thash, Alketa lëri kështu. E di që është gabim, se akoma është qik freskët, se është akoma ngrohtë që thua I lë dhe tha. Edhe kështu. Ma pici. Kështu na e djela pas stërvitje. Do mundohem të bëj ndonjë gjë kështu, edhe me litar ose kështu, por që ta shohim. Nëse marrin do nesër është në punë tërë ditën, e kam vështirë me fëmijët. Pici. Po ti mami. Të dielën pastaj të shohim pastaj dalim në një gjë nga IKEA ose Decathlon. Ose Merlin, që shkaja. Se do thënë juve. Sepse kryçkat e shtëpisë nuk mungojnë kurrë. Tani unë dhe Marildo jemi e kena dy të mbrapa. Jemi fiksuar të ndrojmë perdet. Domethënë të ndrojmë mënyrën e montimit të perdeve. Marildo është fiksuar shumë me mënyrën e montimit, që të bëjë një diçka tjetër. Unë me që do bëjmë ato them, ti ndroj dhe perd. Dhe pse kam qef që ti marrë në Shqipëri, me thënë drejtën. Që kështu në qoftë se ndonjëra nga ju shet perde ose ka dikë që I bën, le të më kontaktojnë, po do të bëjmë dhe një bashkëpunim, si ta keni qefin. Edhe gjithashtu pash edhe vlogun e reja sot, u kënaqa shumë viber pozitiv, u kënaqa vërtet shumë, se kishte përdorur ca ngjyra sa bukur. Dhe I kam shumë zili këto gocat që janë akoma goca, domethënë që s'kan bebe ose kështu, sepse e kanë të gjithë kohën për vete dhe nuk ka gjë më të bukur, mua sinqerisht më mungon kjo gjëja. Jashtë mase shumë dhe njerë mendojmë dhe them sa do doja që të kthehesh edhe një herë koha mbrap, do doja çdo gjë që kam tani, që kam krijuar, por që do doja të kthej edhe një herë koha mbrap, që të shijoj edhe një herë rinin time, kujdesesha, o Marile. Të kujdesesha edhe një herë për veten time, siç do ta doja tani. Se shikon tani ti flet ky rryt që vjen këtu, ajo tjetra s'do një lodër. Nuk bësh mbar të bësh një gjë të hajër, e kupton?
Plus që kur zgjohem mëngjes, mendimi im i parë është Charlie Ami, burri, vetja ime kur del koha. Që kështu plus që po punoj shumë fort edhe për ëndrat e mia, për kremrat, për kristalet, që të mbaroj të marr diplomën dhe të bëj diçka timen. Okej, është një diçka shumë e madhe, por që avash bëhen gjërat edhe unë nuk është se ka marrë me shumë stres ose bobo tani ose kështu. Avash çdo gjë, kalon një muaj i shtoj një diçka linjës time, kalon një muaj të shtoj një diçka tjetër derisa të jetë në perfekcion, nuk e them dot, por që të mundojmë që ta kompletoj dhe ta bëj sa më të pasur me gjërat, mbi të gjitha të jetë cilësor produkti dhe jo shumë këto xhinglaminglat që mund t'i vësh që duket sa më cute. Por që avash. Kam shumë besim në veten time, kam shumë besim në burrin tim, kam shumë besim në familjen time, edhe në studimet, në gjitha ato që kam harxuar 2 vite kohë duke studiuar pikërisht për të marrë diplomën dhe për të bërë dikushi dhe gjithmonë kam ndërruar që të bëj estetiste, gjithmonë kam pëlqyer gjërat e bukura, gjithmonë kam qenë e tërhequr nga gjërat e bukura. Edhe pastaj ndodhi që u dashurova, desha një familje, bëra fëmijë dhe kjo ëndra ngeli disi në sertar edhe tani që gjërat shkuan si të shkuan, një ditë të bukur para 2 vitesh, burri im më thotë, Alketa, unë mendoj që ti duhet të futesh në shkollë edhe të vazhdosh ëndrën që le përgjysmë për fajin tim në thonjza. Ja tani do ta thër mami. Për fajin tim në thonjza edhe do ta bëj tani, un attimo. Oh. Hey Bisby, me të restin po di pitbox. Va bene, senti questi beat. Edhe po thosha që më tha që mund të gjej një që është më e mira dhe futu në kurs. Përpiqur që të gjesh kriteret që na përshtaten. Edhe ashtu bëra dhe ja ku jam këtu, mungojnë vetëm 2-3 muaj edhe unë në qershor, datën 15 më duket qershor, diplomohem, proprio mbaroj të gjithë ciklin e shkollës, marr akademin, diplomën akademike të operatrice holistika. Atëherë. Hey Bisby, me të restin po di beatbox, per favore? Ecco un ritmo su cui sto lavorando. Edhe po. Edhe po të dua unë tani të flas. Ta heq mendjen në Arli, plus bën zhurmë dhe plus nuk ka mend ku e lash. Scegliene uno. Që shumë më mirë kuptoni. Por që thelbi i muhabetit është që gjithmonë kam për të treguar realitetin, jetën time reale, pa e modifikuar dhe pa e zbukuruar dhe pa ku ta di unë, kështu siç është. Sepse kur dua të vete të rishikoj videot e mia, dua që ta njoh veten time dhe mos të njoh më as veten time se ç'a them dhe se kush jam. Në qoftë se më përpara kam dashur që të më pëlqeni dhe të dukesh ma mirë apo ku ta di unë për të tjerët, tani nuk ma ndjem fare, domethënë. E rëndësishme për mua është të jem mirë me veten time, me familjen time dhe kam arritur në atë pikë të jetës sa që dua qetësish shpirti dhe nuk më intereson opinioni askujt, se askush nuk e di se kush jam unë. Askush nuk e di se çfarë kam kaluar, unë duhet veshin këpucet e mia që të kuptojnë se kush jam unë dhe që të më gjudikojnë. Që kështu nuk më intereson fare. Eci vetëm përpara dhe kaq. Çfarë kam ja u them sy, këta e kam fiksim. Gjërat më pëlqen t'ja u them robën sy, për mirë dhe për keq. Kam qef t'i shoh syrrat kur I flas. Dua të ndaj shumë gjëra të bukura këtu me ju dhe shumë gjëra të bukura janë duke ardhur. Arlushi po rritet dhe kjo gjëja më bën të ndjem tepër e lumtur, sepse Arli e ke bllokuar. Sepse më qetëson, më lehtëson dhe sa më shumë ai rritet, më shumë hapësirë kam unë për veten time, për projektet e mia, për veten time personalisht si femër, si nën, sepse ma besoni që kur bësh nën ato që nëna e din, edhe sidomos kur ke 2 dhe mos flasim 3-4, arrohesh. Njerëz nuk të del koha të kresh flokët, të dalësh në pasqyrë, të lyesh pispillosesh, nuk e di. Pastaj janë dhe në ato super mamat që ja dalin, bravo qoftë, I heq kapelen,
por që unë ka ditë që vërtet nuk mendoj të kem mbajtur ndonjëherë para pasqyrës edhe të shikojmë që jam. Sepse jam vërtet shumë e përkushtuar për fëmijët e mi, sidomos për këtë mashokun këtu që s'më shqitet, nuk më shqitet njerëz. Arli sa më shumë rritet është jeta ime. Amarili si është më shumë e ngjitur me Amarildën. Do me thënë, këtë gjë kam vuajtur me thënë drejtën. Ti tani çfarë do vëmendje? Kush është zemër? Mami. Zemra kujt jam unë? Zemër. Zemra kujt? Mamit. Jam zemra e Mami. Memit? Kush është Memi? Mami. Shikon se do vëmendje. Emi. Emi. Kush është Emi? Mami. Unë jam Alketa. Gjuni. Çuni është Arli? Emi. Emi. Që nga në doli ky Emi tani? Tu kemi dhe fikusin e njerëz, është arritur mashallah. Dhe me që kemi arritur në këtë pikë të videos, për të gjithë ato që kanë ndjekur deri në këtë pikë videon, më komentoni me fjalën Amarli. Amarli dhe bëjnë si hashtag nëse mundeni. Që ta shikoj kush mi ndjek videot apo jo. Apo ka nga ato që i shtyn kështu. Përpiqem të bëj content sa më të bukur, por ma besoni që siç po ju thosha me 2 fëmijë, nuk është se bëjmë ndonjë gjë kush e di wow, pastaj plus që me këtë picirukun sa gjëra i kemi të evituara totalisht, nuk mundemi të udhëtojmë, ose nuk mundemi sepse me Arlin do të rrim gjithmonë këtu te ky territori, nuk mund të lëviz. Au. Ma ti çfarë bën? Me qëllon mua me kokë. Shumë ke zemër ti mua. Mama. Qa do të qonim? Ciao. Të qohem? Pse? Mëra telefoni. Ku është bakaleci? Nesër mëngjes. Dhe ikim nesër mëngjes të hajmë, dhe ikim nesër mëngjes të bëjmë orule. Dhe ikim nesër mëngjes të bëjmë kolacionet e bari me dadën. Si. Dhe ikim. Po jo të më zgjosh në 10 mua. Zgjohën 8. Në 8. Kush të vravi që? Mami. Gënjeshtar. U vrave vet. Mami. Po si fut gishtat për hunda për gojti? Eko, në si fa. Dhe ikim flem nani tani? So qik natën guys. Natën guys. Buonanotte guys. Ciao ciao. Buongiorno. E buongiorno. E buongiorno. Më zhitë tja? Allora, niente, ecco mami. Arriva un coniglietto. Arriva un coniglietto. O shpirti im. Zemër, që thashë mami ti të kam zemër. Good morning people. Sa jemi të gjuar, është ora diku tek 9. Arli u ngrit dhe shkovi direkt në dhomë mama tanë sepse i thash që është Amarilisi, se është shtunë sot. Edhe sa rregullova krevat. Sa rregullova krevatin, tani do bëjmë çika ato detet e mëngjesit edhe do pim kafe. Ku është Toni? Ku është? Ku është Toni? Ku? Tu. Buongiorno. Hi guys. Shoku i mi jetës. Hajde së të ikin mami të pin kafen. Ikin mami të pin kafen? Okej, ndja. Ndja. Kush më zgjohë, mo? Dada. Tudo.
tu casito. Glushat e mamit. Të këquni. No. Hey guys! Ja ku jam sistemuar pak sot, se me që e shtun, thash, të kujdesem pak për veten. T'ju tregoj pak dhe outfit of the day. Jeansat lehte, një kanatiere dhe këtë bluzën me krah gjata dhe kam nxjerrë ndërkohë Artin dhe Amin që të lozin pak këtu përpara shtëpisë. Diku ora duhet jetë, ta shikojmë pak sa shtora. Ora është 11:30, për gjysmore 40 minuta vjen baba Marildo dhe do hajmë drek. Shpresojmë shumë që baba Marildo mos të ketë mazdite, se po nuk pati mazdite. O do dalë direkt unë të marr atë porosin që më mungon për kremrat, për linjën time, ose do shkoj mazdite. Dy janë opcionet, por gjithmonë nëse Amarildo nuk punon mazdite. Nëse i punon mazdite, do mundohem të shkoj në darkë, diku në mazditja vonë ku ta lëraj punën. Dhe kështu. Juve çfarë po bëni, si do ta kaloni këtë të shtunë? Kush Arli Ami? Arli, vjeni! Dhe po. Shkoni lulkat e mia si kanë qelur. Lulkat e mia këtu, sa bukur që japin në shtëpisë. Pranver, sa bukur kjo periudha, shumë bukur ato lulkat aty. Kanë qelur gjitha dhe lulet e tjera kanë filluar ta marrin veten. Edhe po. Unë dje kam hequr thonjt dhe i kam hequr për arsye sepse fundjavën që vjen, domethënë në shtunën dielën tjetër, jam në kurs që kështu duhet me thonjt të shkurtër edhe të prerë, të rregulluar, sistemuar sepse do bëj masazh. Bërëm një dy foto me Arlin, me Amin dhe nëse do në t'i shikoni, shkoni më ndishin në Instagram me emrin Elketa Marildo, dhe dalë dikur të shkruajtur. Dhe ndërkohë kam vënë papen e Arlit në zjarr, po i bëj pak mish qengji me makarona, një si tip supe kështu. Edhe ndërkohë për ne kemi fasule, se e kam bërë dje. Edhe jam ulur këtu te shkallët në fund, ndërkohë shikoj edhe fëmijët që po luajnë, edhe ndërkohë do shkoj edhe ndonjëherë të shikoj ushqimin e Arlit, mos digjet. Ami, guarda Arli, piano. Edhe kështu. S'kisha si mos t'ja u tregoja, shikojni që kësa të bukra. Marshallah, marshallah, der poshtë kanë vajtu, shko. Kanë qelur, zbukuruar balkonin. Dhe ndërkohë pape Arlit, po bëhet. A vazh, mami. Mbajtë të prit, mos e fesh të fshete mami. Ala. Të ta fërëm? Jo, afër se futen te goja. Voy un aiutino? Vai. Vlaj pa fuqune. Fry? Fort, fort, fort. Basta. Gushe mamin. Dat. Scambe, basta. È finita. Dica io mami, babi po vi dica për djathtë. Do djathti? Si. Çik haj gaj. Zemra ime. Arli është aq i lumtur kur rrin mes të fëmijëve, saqë se keni ide njerëz. Ami, daglielo anche a Arli che lo tira.
Nuk ka lumturi më të bukur kur unë shikoj Arlin që është rritur, që s'ka qef që të njifet me fëmijë, që shikon, kopjon ata ç'a bëjnë, domethënë është lumturi e papërshkrueshme. Më dalin lot, vetëm duke menduar. 2 vite, plot sakrifica, plot. Vërtet 2 vite shumë të vështira për ne, për familjen time, për mua, që nuk jam shitur një moment, dhe pas 2 vitesh e shikojnë që los, del, qesh. Zot, faleminderit. Faleminderit, Zot. Nuk e di çfarë të them. Bravo! Bravo! Po i bukrim. Gjithsesi njerëz, fëmijët e sotëm nuk kanë fare fantazi lojrash, ma zero. Neve po t'ishim kaq shumë veta sa që janë këta tani, kështë disa lojra i këshim bërë rapa do lapa, me pafka, me loja lufte, që ishin ato që lojen mes, nuk i di. Këta nuk kanë fare fantazi, lodhen shumë kollaj dhe nuk është të kënaqen me këto kështu, nuk i di. Si ta shpjegoj. Por që ajo goca atje, ajo goca atje me këtë gocën këtu janë binjake. Ai çuni nuk e di mbas është kushëriri këtyre, se është Arli me Amin. Është dhe një gocë tjetër Nina, po s'ka ardhur. Dhe desha të thosha që nuk e di nëse në këtë video ose në video në radhës do t'ju marrim me vete sepse nesër që është e diel, pasi Amaril do të ketë ardhur nga ndeshja e Kamilës, se los Kamila nesër, unë nuk e di a do shkoj, ta shikojmë. Do shkojmë në Bologna ku është Tulipani Park, është një vend me gjitha lloj ngjyrat e tulipaneve dhe do shkojmë atje dhe jam shumë e lumtur se është koha shumë e ngrohtë dhe është një ambient vërtet shumë i bukur për fëmijët, plus që mund bëj edhe foto, mund të edhe të merrje tulipana dhe me thënë drejtën sot mas dite do mundohem të gjej një outfit të postatshëm për atje që të bëj disa foto, që të kenë pak abinim edhe me Fred që kanë tani në Instagram. Ah, grazie, io non gioco. Edhe po, sot bëra disa nga fotot, i kam publikuar. Këtu rreth e qartë të shtëpia, realizuara nga Ami. Edhe po, kështu, tani do ri këtu me fëmijët edhe Arli lodh, sargëtohet, por që lodhet çik shpejt.